sponsor sot që doja t'i prezentoja kur të vinte momenti. Pra kemi Etrën, që është reprezentuese e Illuminators, platformës që është duke automatizuar gjithë bizneset nga tërë bota dhe po i ndihmon me automation. Gjithashtu kemi dhe sponsor Rita nga kompania Sentry, nga diçka që gjithmonë e them në çdo event, për ata që për shembull ka marrë pjesë në disa evente të tjera, që vërtet çdo gjë lind me një relat. Pra që nga biznesi, një ide që të vjen nga dikush që ke biseduar, dikush që je motivuar, inspiruar, që ti të vazhdosh dhe pse jo biznesi apo dhe ardhmja juaj mund të ndryshoj përgjithmonë. Siç kam përmendur, për ata që mbas u futën në fund, kam 4 vite që kam nisur biznesin, nisi me një konsult. Pra kisha eksperiencë gati 13 vite në shitje, me shitjet e industrive të ndryshme, pra nga B2B, B2C, nga dhe telemarketing kam program që në Tiranë, dhe deri në shitjet të kompanive të mëdhaja, si që janë Cisco, Dell, Microsoft, HPE, dhe kryesisht eksperienca që kam pas korporat ka qenë shitja e gjithë shërbimeve të information security, cyber security, që bëheshin në për departamentet IT-s. Dhe nuk bëheshe fjalë thjesht për laptopa, po bëheshe fjalë për mira dollar shërbime që çdo kompani e madhe ka nevojë. Neve ishim si thua reseller kur bënim atë përputhjen e kompanisë me gjithë CEO-t apo IT department që në të gjithë tregun shëbaz. Dhe kjo më ka dhënë një eksperiencë shumë të veçantë, kur me eksperiencën time mbi 10 vjeçare në marketing, si digital marketing, si social media marketing me startupe, mendoj që më ka dhënë një avantazh se si të përputhesh marketingu dhe shitje, sepse pa patur marketing nuk ka shitje, pa patur shitjen e dur dhe proces e dur nuk ka marketing. Dhe shumica ju, sidomos ata që bëjnë mirë marketingu dhe shitje, kuptojnë që nuk mund të ekzistojnë pa të dyja. Duke patur që gjithë klientët e mi që unë jepja konsultar, pra punonin si konsulente, si trajnere, part-time, me orë, duke patur që ata kishin shumë vështirësi në shërbime të tjera, ajo më lindi ideja që brenda vitit hapa agjencinë time të marketingu Expand to Market. Gjëja e vetme që mendoj që kemi të veçantë, sepse ka agjencia marketingu pafund, pra shërbimet janë të njëjta, është që ne kuptojmë diçka që shumica nuk e kuptojnë. Një është që nuk fokusohemi vetëm te shërbimi që sipërmarrësit blejnë nga ne, por fokusohemi edhe tek konsulenca, pra të sigurohemi që ai shërbim me atë buxhet që ka sipërmarrësi të japi rezultate dhe qëllimet e tyre, si afat shkurtra, si afat gjata. Sepse nuk mund të bësh një reklam sot edhe të presësh që të ndryshoj biznesin, nëse sipërmarrësit nuk trajnohen dhe nuk e kuptojnë gjitha mënyrat e ndryshme të marketingut, proceset e shitjes, po edhe pse automatizimin që sipërmarrësi ti mbijetojë çdo ndryshimi teknologjik apo një pandemi e tjera me radhë. Dhe fokusohemi shumë në ndërtimin e komunitetit, pra jemi shumë të specializuar në këtë pjesë, kur vërtet ndërtojmë dhe kemi ndihmuar sipërmarrës nga tërë bota që kanë rritur komunitetin e tyre të ngushtë, që është diçka që sado reklama të bësh, sado influencer të pagosh, nuk e blen dot komunitetin të dojë. Pra Nike apo Adidas nuk janë sot këtu sepse bën një reklam, po kanë vite që ndërtojnë atë brandin e tyre që komuniteti t'i dojë si marka. Kjo më lindi dhe ideja që duke qenë se jo të gjithë mund t'i ndihmoj, sepse dhe unë aq orë kam në javë, më lindi ideja që të hapja një akademi që quhet X Social Academy, ku neve ofrojmë guida falas, trajnime apo webinare që kemi bërë falas, po dhe me pagesë, për të ndihmuar mbas edhe sipërmarrësit e vegjël që nuk e kanë atë agendën apo buxhetin e duhur të shpenzojnë për gjitha shërbimet e tjera që mund të ofrojmë jo vetëm ne, po kushdo kompani tjetër. Të paktën sipërmarrësit derisa të nisën ato hapat e para, ka ato njohuri bazë për të ecur dhe për të filluar ato shitet para që pastaj mund t'i reinvestoj edhe në shërbime të ndryshme. Kur nisa biznesin tim, për ata që din historinë time, nuk njihja asnjë sipërmarrës, prindë mi thoshin çfarë bëre ti që le korporatën, nishe mirë, pse duhet nisje biznesin, dhe nuk kisha mbështetje, ndjesha shumë e vetmuar, punoja nga shtëpia, nuk kisha zyrë, dhe akoma nuk kam zyrë, punoj nga shtëpia, sepse nuk ka përse, kur gjithë skuadrën e kam nga tërë bota, klientët e kam nga tërë bota, nuk ishte kuptim për mua të kisha një zyrë. Dhe mendova thash kur nuk kam mbështetje, pse nuk e krijoj mbështetjen time? Dhe kjo lindi grupi sipërmarrësve shqiptar në mbar botën, që mbase disa nga ju janë pjesë,
dhe e kanë parë që vërtet jemi shumë aktive, kemi bërë një punë, mendoj, jo vetëm unë, po dhe skuadra ime, me vite punë të palodhur, që ta ndërtojmë të komunitet, jemi gati mbi 40.200 antarë, po rritet çdo muaj, po dhe të kemë mbështetje. Në komunitet janë bërë evente të ndryshme, e të tjera me radhë, pra ka qenë një mbështetje ku ju, se gjithë secili nga ju, mbasi eventi mund të bëni një postim prezantimi, mund dani një këshill, mund të promovoni një shërbim. Pra çfarë do që juve mund të bëni, kur e bëni shpesh, pra jo një herë në vit, do i shikonin që njerëzit do i kujtojnë, do i dërgojnë mesazh, do krijojnë një lidhje. Brenda grupit ka nisur partneritete të ndryshme që njerëzit më flasin, por normalisht i mbajnë privat, sepse duan atë privatësinë e tyre, dhe ka plot që kanë promovuar, që kanë krijuar jo vetëm shitje pra referenca, po flas për partneritete, kur dy kompani shkëmbejnë shërbimet për të bashkëpunuar me njëri tjetrën. Dhe për ata që nuk më ndjekin në YouTube, pata idenë që gjithë udhëtimet që unë bëj nëpër botë, duke qenë se kam fleksibilitetin ta bëj dhe buri im punon nga shtëpia, unë normalisht punoj nga shtëpia sepse kam kompaninë time, fillova të ndaj udhëtimet që bëj dhe këshilla të ndryshme që nxjerr nga këto udhëtime. Mund të jenë idera biznesi, idera marketingu. Prandaj nëse s'e keni parë kanalin tim, kam 2 kanale, në shqip është Mëso dhe udhëto me Marsilda Bjauçak, dhe në anglisht është pak më i fokusuar sepse janë videot në anglisht. Kjo gjë që unë kam bërë, pra jo vetëm komuniteti, po dhe të postoj, të jem prezente, të dal jashtë ratis time, më ka bërë që të kem mbi 200.000 ndjekës organik. Pra deri më sot, në 4 vjet që nga kur nisa biznesa apo rrjetet sociale, nuk kam bërë asnjë reklam, as $1 në reklam. Çdo gjë, çdo klient që ne marrim, çdo mesazh që marrim, çdo gjë, çdo event që promovojmë apo e shesim etj me radhë, është vetëm organikisht sepse kuptojmë strategjinë e komunitetit dhe kuptojmë rëndësinë e të patur një komunitet të ngushtë. Dhe shpresoj që sot kjo në një farë mënyrë t'ju motivoj. Kjo më ka lënë dhe shumë mundësira të panumërta ku kam qenë shumë emisione televizive, kam marrë ftesa të panumërta, dhe thënë drejtë nuk kam mbetur televizion shqiptar apo kosovar që nuk kam qenë paktën një herë, dhe pa mundësi që të jem prezent, sepse shumica ka qenë virtualisht. Por kur isha në korporat, mendoj që prap më dha një bazë shumë të gjerë që të kuptoj si bëhet biznesi nga ana e menaxhimit të produktit, si bëjnë fushatat e marketingut për klientë që janë më high ticket, pra klientë që kanë kompanira 50 dhe 1000 veta mos më shumë, si funksionojnë markat e vogla që shesin shërbime të ndryshme nëse janë IT, consulting, teknologji, si depërtojnë në tregje akoma të mëdhaja. Dhe mendoj që kjo është ajo që unë jap vlerë konsulencave që njerëzit më punësojnë, apo se si neve i ndihmojmë sipërmarrësit duke patur parasysh. Tani, për gjithë suksesi mund të ndryshë. Për mua suksesi nuk është thjesht para, ata që më ndjekin e përmend shpesh. Për mua suksesi është të bëj atë që dua, mësoj nga shtëpia vajzën, udhëtojmë, jam duke u ndjerë sikur po jap diçka falas, kontribut komunitetit tonë shqiptar. Jemi gjithë larguar, por na bashkon ajo dashuria, ajo për vendlindjen, virtutet, kultura tona, tradita që nuk e ndjejmë, që e kemi në asnjë vend të botës, nëse është Italia, Zvicra, ajo që ne kemi shumë e veçantë si kulturë dhe mendoj që atë që unë jam duke bërë me komunitetin shqiptar, s'ka gjë sa ore mundime, stres ndonjëherë kam pasur, virtytet që marr kur bëj evente dhe kur shikoj njerëz që nga videot tona, nga eventet tona ecin përpara dhe motivojnë, ajo është gjëja më e mirë që mund të marr, pra më bën vërtet të lumtur dhe nuk është tamam paraja. Për mua nuk është çdo gjë para, dhe shpresoj që dhe ju sot mos të motivoni vetëm nga para, sesa nga ajo që jepni mbrapsh, nga gjërat që realizoni, nga gjërat që krijoni, nëse është udhëtimet, hobit e tjera me radhë. Ne në evente deri tani kemi bërë në Tiranë, pra eventet pak a shumë zhvillohen në këtë mënyrë, ku kemi 2 folës dhe pastaj njerëzit kanë mundësi të bëjnë networking, mund të hanë drek bashkëbisedime, lojra të ndryshme që si përmarrësit të vazhdojnë relata dhe të vazhdojnë lidhje të ndryshme dhe mundohemi që të ftojmë njerëz nga tërë bota. Në Tiranë kishim, normalisht shumica ishte nga Kosova, Shqipëria, por kishim dhe njerëz që erdhën nga New Yorku, nga Londra, Italia, vetëm për këtë event. Kemi bërë dhe në Montreal, kemi bërë dhe në Connecticut. Unë jetoj në New Hampshire dhe Connecticut ka qenë një nga vendet ku kam ardhur nga Shqipëria.